E qeshura nuk është thjesht emocion, por është një terapi e vërtet për trupin edhe për shpirtin. Shkenca tregon se kur ne qeshim, trupi ynë e ul nivelin e kortizonit dhe të adrenalinës, hormonet e stresit që na lodhin dhe na sëmurin. Në të njëjtën kohë, çlirohen endorfina dhe dopamina, të cilat veprojnë si qetësues natyral dhe rrisin atë ndjenjën e mirëqenies. Nga ana fizike, e qeshura përmirëson qarkullimin e gjakut, forcon sistemin imunitar dhe na relakson muskujt. Kurse emocionalisht dhe shpirtërisht, e qeshura është çlirim. Është një kujtesë se nuk jemi vetëm barë dhe përgjegjësi në këtë botë. Kur qeshim, shpirti merr frymë. Është momenti kur ai trupi shërohet, mendja qetësohet dhe zemra kujton pse ja vlen të jetojmë. Qeshni pra, qeshni sepse jeta është e bukur.